Dy raste të dhunës në familje janë evidentuar në 24 orët e fundit në territorin e qarkut të Shkodrës. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi për një 39 vjeçar banues në fshatin Melgush pasi ka ushtruar dhunë ndaj djalit të tij të mitur, si dhe për një 40 vjeçar banues në Guci të Re pasi ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Ndërkohë në 24 orët e fundit, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve nisën procedimin në gjendje të lirë për një 34 vjeçar banues në Shkodër pasi gjatë kontrollit fizik dhe kontrollit të kryer në banesën e këtij të fundit, shërbimet policore gjetën sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis që u sekuestrua si provë materiale. Në datën 23 shkurt, një 57 vjeçar ka kallëzuar në polici se i kanë vjedhur motomjetin në banesën e tij në lagjen 3 heronjt. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit. Materialet procedurale për këtë raste janë referuar prokurisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.